I pararegjistruar është. Kur kon heq. Shkallim të pikës moce me një esor ilegal, të cilën e ka shfrytzuar për kuzhinë edhe nxemje mbrana lokal. 2 sinjalizime janë dhënë ekipit për 2 zona të ndryshme të vendit. Gjatë janarit të vitit 2026, ekipi ka marrë sinjale se në rajonin e Mitrovicës ka dyshime për keqpërdorime. Ngjashëm, ekipi ka marrë sinjalizime për keqpërdorim në zonën e Prishtinës. Me një sistem elektronik të kontrollit të shpenzimeve të energjisë, KEC mund të identifikojë secilën trafo për shpenzimet e energjisë dhe të nxjerrë nga aty dyshime se në zonë po keqpërdoret rryma. Një informacion inteligjent shpërfaq dyshime për vjedhje të energjisë në një lokal në Skënderaj. Për të mos i lënë asgjë rastësisë, KEC në operacione të tilla kontrakton edhe Policinë e Kosovës. Grupi me detyra specifike shpërndahet në zona të caktuara të objektit për të kontrolluar çdo linjë të mundshme energjetike. Në shu edhe i heret lutma. Mirë është, peqa të ujtë është. Peqa të ujtë është drejt me këshyrë që ato. Në sekondat e parë të gjurmimit, ekipi has në dyshimet e para. Ata hasin në një ormatës ilegal, nga ku pajisje të ndryshme po furnizohen me rrymë. I pararegjistruar është. Kur kon heq. Në minutat e parë të kontrollit në një lokal në Skënderaj, konstatohet një njësor ilegal. Rryma që kalonte përmes këtij njësori nuk faturohej. Nga aty, me energji elektrike po furnizohej një pajisje për ngrohje të lokalit dhe disa pajisje përcjellëse për kuzhinë. Linja urdhërohet të shkëputet. Konsumatori në fjalë gjatë kontrollës kemi vërejtur se konsumatori ka bërë anashkallim të pikës moce me një njësor ilegal, të cilën e ka shfrytzuar për kuzhinë edhe nxemje mbrana lokal. Domthonë nga një objekt aneks i lokalit të lartcekur. Sipas procedurës hartohet proces verbali me gjetjet në terren dhe biznesi do të procedohet penalisht.